Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Kryeministri Edi Rama paralajmëron se ardhmja e Shqipërisë shkruhet në të gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët. Me ardhmja e Shqipërisë shkruhet edhe kudo ku shqiptarët jetojnë rreth rrotull kufive të Shqipërisë, duke filluar nga shteti tjetër i pavarur i shqiptarëve Kosova, e pastaj edhe duke vazhduar me shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të cilët s'duhet ta harroj askush, janë një popull shtetëforbus i Republikës fqinje dhe mike të Maqedonisë Veriut, e duke vazhduar edhe me shqiptarët në Maltëzi e gjetë. Apeli i kreut i qeverisë shqiptare erdhi në samitin e diasporës mbajtur në Tiranë, ku ishin të pranishëm përfaqësues dhe nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali e Zi. Kryeministri i Shqipërisë deklaroi se qeveria do të vijojë të mbetet e angazhuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 si një zgjedhje qytetërimi. Si në çdo kantier, edhe në kantierin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian ka pluhur, ka pislëk, ka zhurmë, nganjëherë shurdhuse. Por mjafton të kthejmë kokën pas, në kohën kur ne filluam të mendonim për samitin e parë diasporës, për të marrë kurajo, forcë, frymëzim dhe për të vijuar punën kolosale që kemi nisur. Për këtë, Edi Rama listoi reformat e ndërmarra nga shumica në pushtet, ku në krye të secilës është lufta kundër korrupsionit. Kur ne u mblodhëm për herë të parë, Shqipëria njihej botërisht dhe ishte e damkosur nga Bashkimi Evropian si adheu i pa ndëshkueshmërisë. Sot, pandëshkueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot, Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur. Nuk munguan thirrjet ndaj diasporës për të investuar në Shqipëri, me fokus në projektin më të fundit, paketa e maleve. Një moment bashkimi për shqiptarët kudo që jetojnë, e komentoi ministri për ropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, samitin e diasporës mbajtur në Tiranë. Në fjalën e tij në sesionin e hapjes së samitit të 4 të diasporës, Hoxha vuri në duke simbolikën e takimit në Tiranë, duke cilësuar kryeqytetin si një hapësirë të përbashkët për gjithë shqiptarët. Në fjalën e shefit të diplomacisë shqiptare nuk mungoi dhe vlerësimi për rukëtimin edhe të Kosovës drejt BE-s. Ministri Hoxha nënvizoi se përpjekjet për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe si në Shqipëri, ashtu dhe në diasporë, janë thelbësore për forcimin e identitetit kombëtar. Për këtë ai u referua dhe kërkesave të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Nëse gjuha jonë, e cila u ka rezistuar shekujve në kohë shumë më të vështira, do mësohet sot, kur jemi më të ditur, më të fortë, më të lidhur, atëherë përgjegjësia është vetëm e jona. Ky është mesazhi i kërkesës legjitime të studentëve të Maqedonisë e Veriut për të ushtruar të drejtat e tyre në gjuhën anëtare. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë kërkoi që kthimi i diasporës në vend të jetë narrativa kombëtare. Nga samiti i 4 të diasporës, Niko Peleshi është i bindur se Shqipëria ka vend dhe mundësi për gjithë shqiptarët. Shqipëria ka vend dhe mundësi për gjithë shqiptarët. Kthimi i diasporës në Shqipëri duhet të jetë narrativa jonë kombëtare. Frymëzuar nga dashuria për Shqipërinë, nxitur nga mundësitë që ofron ky moment historik për Shqipërinë, mbështetur nga potenciali për të ndërtuar një histori suksesi që do ta ndihmonte këtë komb të kapërcente kohën dhe të përqafonte të ardhmen. Një apel kryeparlamentar i Shqipërisë kishte edhe për vëmendje që duhet i kushtohet të drejtave të shqiptarëve kudo që ata janë. Ta përsërisim në çdo takim, në çdo mjedis evropian dhe botror, domosdoshmërinë e njohjes së plotë të Kosovës, antarësimit të saj në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe integrimit të saj në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Të flasim pa u lodhur dhe me kokën lartë për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës e në Malin e Zi. Ndërsa nuk munguan dhe thirrjet për bashkëpunim ndërparlamentar. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pjesë e panelit Diaspora dhe Demokracia përfaqësuese në hapësirën shqiptare nga votat tek përfaqësimi institucional, vuri theksin tek krijimi i rrjeteve të zgjedhurve, si dhe të anëtarëve të grupeve të këshilltarëve të ardhur nga diaspora. Vende tjera që nuk dua t'i përmend e kanë diasporën e tyre avokatin më të mirë dhe më të madh të çështjeve tyre kombëtare. Dhe mendoj që nga ky samit i 4 diasporës, një prej gjërave që duhet ta mendojmë për samitin e 5 dhe kohë kemi boll deri atëherë, të krijojmë edhe rrjetet tona të zgjedhurve, të deputetëve, pra anëtarëve të parlamentëve, por dhe të
të antarëve të grupeve të këshilltarëve në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut në panelin Diaspora dhe Demokracia e vuri theksin tek frenimi i emigrimit dhe kryesisht i të rinjve. Kjo gjakderdhje, po them, demografike që po na ndodh viteve të fundit, kryesisht tashmë për arsye ekonomike, por edhe për arsye të mungesës së sundimit të ligjit, të zhvillimit demokratik të institucioneve, të politika arsimore, shëndetësore, kulturore, duhet t'i gjejmë një zgjidhje për shkak se nëse vazhdojnë këto trende, situata në vendet tona do t'jetë alarmante. Nga Tirana, Afrim Gashi kujtoi se nëse të rinjt vijojnë të ikin jashtë, është indikator i dështimit të politikave tona. Mesazhi më i mirë që na vjen prej popullit është: a kemi mund t'i ndalim të rinjt jetojnë në vendin e tyre? Prandaj, nëse sot një i ri ka marrë valigjet e tij dhe po kërkon biletën për ta prerë në ndonjë kryeqendër evropiane, ta dini se politika dhe shteti ka dështuar pikërisht atë ditë. Ishte kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Ministri për Administratën Publike i Malit të Zi, Marash Dukaj, deklaroi në samitin e 4 të diasporës se përfshirja e saj në proceset demokratike nuk mund të kufizohet vetëm tek vota, por duhet të shtrihet drejt përfaqësimit real institucional dhe politik. Në fjalën e tij në panelin Diaspora dhe Demokracia, Dukaj theksoi se momenti aktual kërkon politika konkrete dhe jo vetëm simbolik. Dukaj vlerësoi politikat shqiptare për diasporën, duke theksuar se drejta e votës është një hap i rëndësishëm, por jo i mjaftueshëm. Unë vin nga Mali i Zi dhe duhet të ndalim tek pika kyçe që është vota e diasporës, po vota është themelore, e thash, nuk mjafton. Aja garanton pjesëmarrjen, por jo domosdoshmërisht përfaqësimin. Nëse ndalemi tek vota, krijojmë lidhje minimale ndërsa demokracia kërkon një raport të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm midis diasporës dhe institucioneve. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës, Enkeli Rexhepi, në samitin e 4 të diasporës tha se ajo përbën një forcë politike kombëtare, ndërsa ngriti shqetësime serioze për gjendjen e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Në fjalën e tij në panelin Diaspora dhe Demokracia, Rexhepi theksoi se një nga çështjet kryesore të ngritura është pasifizimi i adresave, të cilin ai cilësoi një praktikë administrative që po ndikon në zvoglimin e pranisë së shqiptarëve në regjistrat shtetëror të Serbisë. Pala shqiptare që qeverisë në luginë të Preshevës ka 3 marrëveshje të nënshkruara me qeverinë e Serbisë. Por asnjëra prej tyre nuk është zbatuar, edhe pse ishin nënshkruar para faktorit ndërkombëtar. Kjo dobëson besimin dhe vën në pikpyetje seriozitetin institucional të vendit. Së pesti, bllokime i fondeve nga Republika e Kosovës dhe Shqipërisë. Në praktikë kemi rastet ku fondet e dedikuar për luginën e Preshevës janë bllokuar ose penguar në zbatim. Kjo ka prekur drejt për drejt bujqit e luginës së Preshevës, të cilët sot përballen me pasiguri dhe mungesë të mbështesjes që u takon. Ministri i Jashtëm i Kosovës Glau Konjufsa në samitin e diasporës kërkoi të forcohet bashkëpunimi mes dy vendeve lidhur me migrantët. Ai theksoi se janë 5 vende ku dominojnë emigrantët shqiptar, ku në SBA, Greqi dhe Itali ka numër më të lartë atyre që vinë nga Shqipëria, kurse në Gjermani dhe Zvicër mbizotojnë shqiptarët e Kosovës. Konjufsa rënditi 3 detyra që pritet të realizohen në vitet në vijim, si financimi i mësuesve për të ruajtur shkollën shqipe në këto vende, rrjetëzim dhe gjeti një rrugë për të rikthyer emigrantët në vendlindje, jo vetëm si vizitor. Rrjetëzimi i mërgatës tonë, shumë projekte të rëndësishëm. Në këto 5 shtete që i përmenda, ne do të krijojmë ombrella të përbashkëta të gjitha organizatave dhe shoqatave shqiptare. Bile edhe politizimin e mërgatës në një kuptim pozitiv, në kuptimin shtetëror po foli, jo në kuptimin e partive politike. Dhe treta, do të ta lidhim mërgatën me vendin. Dhe kur jemi këtu, unë mendoj që e kemi kalu tashmë atë fazën thjesht folklorike të dimenzionit të identitetit shqiptar. Samiti 4 të diasporës hapi si parin të hënën në një ceremoni ku të pranishëm ishin personalitete nga vendit e bota. Me logon përmes rrënjve lartësohemi, diskutimet janë konceptuar në 18 panele. Për gjatë 3 ditëve që do të trajtojnë fuqizimin e bashkëpunimit ekonomik, nxehtësinë e investimeve nga diaspora, rolin e saj në promovimin e turizmit dhe imazhit të vendit, si dhe rëndësinë e transferimit të njohurive dhe eksperiencës në fushat e arsimit, shkencës dhe inovacionit. Një vëmendje veçantë do t'i kushtohet ruajtjes së identitetit kulturor dhe gjuhësor. Në hapin e samitit përshëndeti dhe Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj. Duam që diaspora jon
të jetë partnere e së ardhmes së Shqipërisë, që të investoni mendjen dhe kapitalin tuaj këtu në vendin tuaj. Por partneriteti kërkon angazhim, kërkon edhe përfaqësim. Tashmë, e drejta e votës nuk është më një premtim. Është një realitet. Shqiptarët jashtë vendit votojnë dhe zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Ndërsa shohim drejt vitit 2030, objektivit strategjik të antarësimit tonë në Bashkimin Evropian, nuk duhet të harrojmë busollën tonë, identitetin tonë kombëtar. Aktualitet. Të paktën 11 persona mbetën të lënduar nga një zjarr masiv që përpiu pallatin e kompleksit të Arlis në zonën e farmacisë 10 në Tiranë. Drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brate veçoi një paciente e cila ka patur djegje 15%, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Janë 11 në total, nga të cilët janë shtruar 6, 4 tek toksikologjia, një është tek urgjenca, nëse një është shtruar në repartin e djegje plastike. Kanë shkuar 5 gjithsej tek djegje plastike, nga të cilët një shtruar dhe 4 janë mjekor, janë këtyre në banesë. I vetëm person i shtruar që ka djegje rreth 15%, është jashtë rrezikut për jetë, se 15% nuk është djegje në shpinë, ndërsa të tjerët janë intoksikim nga tymrat dhe nga lëndët kimike. Është një grua rreth 5 vjeçare. Të martën rreth orës 16:46, nga një market në pallatin e kompleksit Arlis Razjar, ai u përhap pothuajse në të gjithë pallatin. Banorët u përfshin nga paniku dhe frika për familjarët e tyre. Zjarfiksit nisën evakuimin e tyre me 3 autoshkallë për të shmangur çdo rast fatal. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës, Arben Sara, tha se nuk kishte një numër konkret se sa apartamente ishin shkërmbuar nga flakët. Drejtori i zjarfikës i Tiranës, Shkëlqim Goxhej, tha se zjarri kishte nisur nga një biznes në katin e parë dhe se për hapjen e flakëve e ndihmoi materiali i fasadës. Pjesë e operacionit për shuarjen e zjarrit u bën edhe 2 helikopter Cougar. Shpallet në kërkim nga policia ndërtuesi pallatit Arlis, Armando Lila, për zjarrin në kompleksin tek farmacia 10 në Tiranë. Policia arrestoi administratorin e pallatit si dhe menaxherin e marketit në afërsi të të cilit dyshohet se ndodhi zjarri. Gjithashtu janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë, vjojnë hetimet për shkaqe të rënies së zjarrit dhe për kushtet e përhapjes së tij. Kryeministri Edi Rama premtori ndërtim të pallatit të djegur nga vetë ndërtuesi, ndonse kushtet e ndërtimit sipas tij nuk ishin shkak për djegjen. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare tha se të dhënat paraprake tregojnë se shkaku i zjarrit nuk ka lidhje me vetë ndërtimin. Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje qytetarëve që të sigurojnë shtëpitë e tyre. Nuk mund t'i lënë vetëm njerëzit e dëmtuar në pronën e tyre, dhe nga ana tjetër, taksa paguesit nuk mund të paguajnë për një humbje që duhet të mbulohet nga sigurimi. Një rast i qartë për të gjithë që të kuptojnë se sigurimi i shtëpive kundër fatkeqësive është absolutisht thelbësor, shkruan kryeministri i Shqipërisë përmes rrjeteve sociale. Opozita shqiptare fajson institucionet dhe qeverinë për zjarrin e rënë në një pallat në Tiranë. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike, Grigel Spuçollari, tha se zjarri nuk është një rastësi tragjike, por pasojë direkte e një modeli të dështuar zhvillimi urban, ku për vite me radhë janë dhënë leje ndërtimi pa standarde, pa kontroll dhe pa respektuar sigurinë minimale të qytetarëve. Fakti që për një zjarr në një pallat mobilizohen strukturat nga disa bashki tregon qartë mungesën e kapaciteteve dhe dobësitë e sistemit. Një kryeqytet që nuk përballon dot emergjencat me burimet e veta ka dështuar në funksionet bazë. Përgjegjësia nuk është vetëm teknike, ajo është politike dhe institucionale. Lejet e ndërtimit, kontrolli i zbatimit dhe garantimi i standardeve janë detyrë e institucioneve publike. Kur këto dështojnë, përgjegjësia shkon në nivele më të lartë të vendimarrjes. Deklarata e kryeministrit nuk është gjë tjetër përveç se një tentativë për të fshehur përgjegjësinë e vërtet, i cili në fakt është vetë ai. Kryetari i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, në paraqitjen e raportit vjetor të avokatit të popullit, e vuri theksin të rëndësia e pavarësisë institucionale, besueshmëria dhe besimi i publikut. Në këtë drejtim, rëndësia e pavarësisë institucionale, besueshmëria dhe besimi publik, për të cilin foli dhe Lutfiu, janë thelbësore. Këto janë elementë të domosdoshëm në mënyrë që institucionet të përmbush ashtu siç duhet dhe në mënyrë efektive mandatin e vet dhe të veprojë si mbrojtës i besueshëm i të drejtave të qytetarëve. Thirrja për Kuvendin e Shqipërisë është përmbushin përgjegjësinë që zyra avokatit të popullit të ketë personelin dhe burimet e duhura.
Donald Trump propozoi Eric Wendt për postin e ambasadorit amerikan në Shqipëri. Në një njoftim të publikuar nga shtëpia e Bardh, bëhet e ditur se Eric Wendt nga Kalifornia propozohet të jetë ambasador jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë. Wendt ka mbi 3 dekada shërbimi aktiv. Ai ka përfunduar detyrën e tij të fundit si komandant i 5 i shtabit të operacioneve speciale të NATO-s nga ku u largua më 29 janar 2021. Wendt mbajti një sër pozicionesh të rëndësishme në strukturat e sigurisë dhe mbrojtjes së SBA-s. Ai shërbeu si koordinator i sigurisë i SBA-s për Izraelin dhe autoritetin palestinez në periudhën nëntor 2017 dhe tetor 2019. Merret ka qenë shef i shtabit në komandën e paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.